goca, mirë mëngjesi dhe mirë se keni ardhur në një tjetër video këtu në kanalin tim. Dita jon ka filluar shumë shpejt. Ne tani sa dolëm edhe dola njësoj kam dalë, mund të kem dalë një 20 minuta më shpejt sepse do iki do pyes sepse kam lënë një takim për atë çështjen e lejes së qëndrimit, sa akoma nuk është gjetur edhe nuk kam shpresa që mund ta gjej në shtëpi, ka humbur jashtë. Gjithsesi, kam lënë një takim, më saktë ndihmoj dhe motra me këtë. Edhe por ma ka lënë takimin me një zyrë tjetër. Edhe nuk e di nëse duhet te kjo zyra që ndoshta merret me këto proceset e humbjes së lejes së qëndrimit, duke qenë se unë atë letrën kryesore e kam. Edhe nëse është ashtu do pyes që të sigurohem, se thash ma la motra, po motra nuk jeton këtu, jeton në Frankfurt edhe kështu që nuk e di se si. Gjithsesi, unë do shkoj do pyes një herë aty, nëse është kjo, okej, të pyes që ma ka lënë, do me thënë në Burger Bureau mua ajo, këtu te komuna, në mos gaboj, edhe jo te zyra e të huajve. Edhe duhet të pyes aty nëse unë për shembull gjej ndonjë takim më të afërt, se ma ka lënë për 31 korrik, imagjinoni, unë ngusht iki në Shqipëri. Do me thënë nuk e di tani a do iki drejt sa i natë më vjen, gjithsesi do shkoj do pyes këtu. Edhe nëse unë për shembull gjej ndonjë takim më të afërt, a mundem që ta ndroj? Sepse kur ka ardhur Iliri në fillim që kishte punë aty te komuna, i gjeja takime në mëngjes herët, do me thënë ndoshta kanë qenë këto takime të anulluara. Edhe të shkoj, do me thënë atë ta zëvendësoj, mos shkoj aq shumë larg deri në korrik. Po zoti thash maj, shoh, i thon 3 muaj. Po duhet të pres edhe një letër që do më vi. Uroj që kjo letra të paktën të vi shpejt, që po gjeta ndonjë takim, të shkoj ta bëj sa më shpejt. Nuk e di, do shkoj një herë aty tani, të pyes edhe inshallah zgjidhet, se nëse nuk zgjidhet, se di si do udhëtoj në Shqipëri pastaj. Unë kam atë ja, letrën kryesore, por çati thoshte që nuk mund të udhëtosh me atë. Se pyeta edhe një herë çatin, po sikur do të marr një herë atë zyrës e emigracionin telefon fare. Ti them që kështu. Çfarë do thon ata? Edhe nëse ata për shembull thonë që mund të udhëtosh, okay. Nëse udhëtoj, jam rregull, unë pastaj s'ka problem. Dali kur dali karta. Por më vjen çudi se pse çati më tha kështu. Sepse ne këtë fiksionin unë e kam pas marrë edhe kur udhëtoja atëherë që isha, do me thënë, Iliri në Shqipëri dhe unë këte që vija në Shqipëri më shpesh, ka pas raste që se kam pas këtë kartën edhe kisha me këte edhe udhëtoja. Nuk e di tani, nuk e di, nejse. Uroj të zgjidhet kjo çështje se jam super e mërzitur. Koha sot është, ja, si që shikoni, herë diell, herë vrentur. Nuk merret vesh, por paktën s'ka shi. Edhe tani do ikim te kafja, si gjithmonë. Më në fund e zuri gjumi, më në fund. Goca, në këtë pikë të videos dua t'ju them që më ka humbur regjistrimi që pa ta bërë, për sa i përket lejes së qëndrimit, e kam fshir pa dashje dhe dua t'ju them që kur pyeta atje tek zyrat, nuk është se më dha në i shpjegim, kush e di me thënë drejtën, se si të gjithë e din që nuk të fusim brenda, thjesht fola me atë që rrinte aty te dera, edhe ajo më tha që të bëja denoncimin polici, e bëra denoncimin në polici, shkova, mora letrën, edhe tani kam lënë një takim tjetër, që e kam me datën 1. Në fakt, takimin e pati lënë motra pak më vonë, por duke parë pas here, unë e lash me datën 1 qershor takimin për kartën, edhe kështu doja t'ja thoja këtë gjë, ta bëja këtë ndërhyrje, se videon nuk e kam. Gjithsesi, do ju marr kur të shkoj te takimi, me datën 1, do ju marr me vete, është e sigurt kjo gjë.
Dhe vazhdimin e videos të vlogut, prap më ka humbur, e kam fshirë pa dashje një pjesë, sepse ndonjëherë harroj kamerën në shtëpi edhe filmoj me telefon, ndërkohë i fshi pa dashje në telefon, nuk duhet ndodhur kjo gjë, duhet të filmoj vetëm me kamerë. Por harroj ta marr kamerën në shumicën e rasteve. Gjithsesi, në vazhdimin e videos dua t'ju them që kisha vendosur që të hiqja gjoksin e Zoit, edhe tani që jam duke regjistruar ja kam hequr, dhe atë dite ka qenë, domethënë, dita e parë që kam filmuar. Unë kam filmuar që ndreket aty, do jem duke ngrënë makarona. Edhe dreka e parë, më saktë, ose paraditja themi, gjumi i parë i Zoit ka qenë shumë e vështirë. Ka qenë çike vështirë sepse ka qarë shumë, nga që donte gjoksin. Unë nuk ja thash se normale kisha vendosur që do t'ja hiqja. Edhe e nxorra jashtë pasaj me karrocë derisa e zuri gjumi, e mora në shtëpi, edhe fjeti. Gjumin e parë e zuri gjumi, nuk ndjeu gjë fare. Ndërsa tek gjumi i dytë pastaj ndreket, nuk e zuri gjumi aq kollaj, edhe se ndjeu, edhe pse unë dola poshtë ta vija gjumë në karrocë, nuk fjeti. Gjithsesi, ajo nata ka kaluar shumë mirë. Atë natë tek pjesa, domethënë, Zoi nuk është zgju fare natën e parë. Ndoshta sepse u lodha atë ditë edhe nuk fjeti gjumë, por faleminderit Zot ka shkuar çdo gjë mirë. Edhe nuk është se ka pas shumë problem Zoi për këtë pjesën. Edhe më vjen mirë që çdo gjë ka kaluar shumë mirë, goca. Këtë doja ta sqaroja, ta bëja këtë ndërhyrje këtu te kjo pjesa këtu e videos, sepse do shikoni që lidhjet nëpërmjet dy ditëve janë pak kështu, ndoshta janë pak, nuk është se e kam mungon diçka, prandaj doja që ta bëja këtë ndërhyrje këtu. Kështu që vazhdoni shikoni vlogun në vazhdim. Dhe o Zot, inshallah nuk harroj që të filmoj vetëm me kamerë dhe e di që i kam aty videot. Që mos ju ngatroj, më falni, kërkoj shumë ndjes, po i kam fshi pa dashje se më mbushe telefoni shumë edhe i fshi. Kështu që vazhdoni shikoni vlogun, se ka gjëra interesante. Goca, Zoi është zgjuar, drita mamit vet, u zgjoi që kështu si e grindur me thënë drejtën. Por ne tani po ham, unë kam gatuar makarona, si që shikoni. I kam bërë kështu të skuqura, siç e bënim më përpara, me pak gjalp, i kam hedhur edhe pak të grirë, djath të grirë, domethënë sipër. E kam bërë me futi mami aty. Haj me piru goqa. Bravo, futi ti piluni. I kam bërë edhe me krah pule. Edhe tani do ha drekën, edhe nuk e di që do bëj, po pres porosi në fakt, se doja dilja pak me Zoin, po pres porosi, se më tregon kështu më kë. Nejse, më duke sigur jam shtremt, në fakt. Se më kanë zjerë kështu më kë. Kjo është e djathta, aty më delë si e majtë. Nuk e di. Nejse. Edhe po pres porosi dhe nuk dalë do. Sa po më shkojtë edhe shoqja, por s'kam që të bëj. Do dalë pastaj vetë me Zoin, ta nxjerrë të parku, edhe që të lodhet. Mësoni tani që dhe ju nuk hanin në tepsi ose në tenxhere ndonjëherë. Fundja burri juaj do hajë, nuk besoj se ka merak. Tham drekën edhe shkojmë që do bëjmë, si do në vazhdoj dita, nata me pjesën e heqjes së gjirit. Edhe do ju them se si do në shkoj në vazhdim gjëja, goca. Hej goca, përshëndetje sërish, nga dita e sotme. Unë nuk kam xhiruar më që në drek në mos gaboj, që ishim duke ngrënë me Zoin drekën, po që në drek nuk kam filmuar më, pse do thoni ju, sepse kam qenë gjithë mbas ditën pasaj me Zoin. Zoin nuk fjeti më, fjeti nga ora 11 deri në orën 1 pa 10, pa 20 se disa ishte ora, dhe nuk ka fjetur më. Tentova ta vendosja në gjumë në orën 3:30, nuk flinte.
vajta pastaj, jo, në 3:30, pastaj zbrita poshtë për t'i bërë sërish xhiro me karrocë. E zuri gjumi dhe sa po unë e marrë në duar për ta sjell në shtëpi, ajo u zgjua. Okej, pastaj po e tundja pak te dhoma, te krevati, sikur po ashtu, por nuk fjeti. Nuk fjeti. Më ra zilja, u desh që të qohesha, ajo u zgjua fare pastaj. Edhe nuk fjeti. Pastaj dola mbas dite, pasi më erdhën pakot, dola dhe një xhiro deri te parku, se thash të lodhet, bëjmë një xhiro, e lash në kam të ecë vet, kanë gjithë malore Zoj. Edhe thash okay, të lodhet kjo. Edhe pastaj erdha në shtëpi, i dhash për të ngrënë, në orën 8 e vora në gjumë. Qau në fakt pak, por jo si që qau në mëngjes, se në mëngjes, kur e vendosa në gjumin e mëngjesit, qau shumë, dërsa tani ndarket, jo. Ndoshta sepse u bëj 6 orë, që ishte zgjuar edhe ishte shumë e lodhur. Qau pak, por e kaloj kështu. Edhe nuk është se u kujtu për gjoksin kështu. Nuk është se ma preku, ma kape fut dorën kështu dhe e zë gjumi, duke se këta kanë të gjithë fëmijët, edhe pse ndre kur doja ta vija në gjumë, e preku i herë kështu, këthy këtej që donte që t'ja jepja, o zot aty unë nuk e di. U mërzita fare aty, pastaj e mora gra dhe i erdha këtej, nuk ja dhash normalisht. Edhe tani është në gjumë, nuk e di si do shkoj nata, si që shtek, por më mendoj se për momentin ajo është në gjumë edhe nuk do qohet, për momentin, është në gjumë të thellë të themi, se ata po më thoshte edhe mami nuk e di si do shkoj nata, tha, si do që të shkoj, ajo një herë do zgjohej, se kohët e fundit Zoj ka filluar që sikur flet më mirë, vetëm një herë qohet, ose mëngjes herët në orën 5-4, një gjumë e bën, një zgjim e bën domethënë. Këto kohët e fundit. Edhe nëse një herë zgjohet, është po se po u zgjon orën 5, ajo gjithmonë zgjoj për shembull, kaj qik këto kohët e fundit në herë sikur e ka ndryshuar në 6 qohet, po unë jam mësuar që qohet në orën 5 Zoj, e dini ju tani. Nuk e dhe me në gjumë, edhe sikur qohet në orën 5, ose do të tentoj të dhe, por nuk e di si do shkoj, se po flas kot, se si dihet se si shkon. Nuk e di kot, sa të shikoj. Edhe tani që thoni ju që harrova t'ju thoja, para se të filloj të bëja darkën, shtrydha pak këtë gjoksin, këtë anën këtej, sepse kjo do me thënë arriti që është mbushur, edhe nuk është se ishte mbushur shumë me thënë drejtën, ishin 100 ml atyre, nuk e di se sa mund t'ishin, por e ndjeja si të fort, edhe po më thashtë edhe mami që shtrydhe me dorë më mirë se sa me pompë, se i thashëm ta shtrydh me pompë, ose në gjë, jo, tha se mund të stimulosh që të vi prap shumë në gjiri. Dhe unë me duar. Edhe nuk e di tani se çati bëj atij qumshit që kam aty, a bën që t'ja jap apo nuk bën, meqense unë jam duke ja hequr. Edhe këtë përgjigje unë do ta marr kur ta kem hequr komplet. Por gjithsesi nuk mendoj se do ja jap Zoj. Atë, unë për disa po ja heq pse t'ja jap. Ndërsa ana këtej s'është mush në gjë fare, nuk është se ndjej të rënd apo diçka. Nuk e ndjej fare. Gjithsesi, unë tani jam duke i bërë darkën Ilirit, se shkoj dhe qik vonë në fakt. Nuk ka problem, se i ha në mëron, ka vonë, se ka problem. Pastaj kam për sistemu se di si është bërë aty, është bërë lërë nëse kytë, se do merë në me Zoj, jo merë dhe pakot, jo do të bëjë një 2-3 video, thash mos t'i letë gjitha për nesër, se më bëhen shumë, edhe duhet t'i sistemoj. Nuk e di, kam edhe për të hekurosur, por se dia do hekuros do sonde. Se e di që po mendoja që të shkoj fare të fle, se nuk i dihet natës, mund të zgjohet Zoj, edhe mund të rri, se ndryshe që do t'i bëjmë, nëse do zgjohet ajo ndoshta do qaj, unë do detyrohem base janë des dritën ose, nuk e di si do shkoj, por kështu po mendoj thash. Base edhe fle herët sonte, se di të shok.
Kështu goca, kështu ishte kjo dita jonë sot. Unë këtu po e mbyll themi ditën e sotme, se do vazhdoj do filmoj edhe nesër. Edhe derisa të shoh sa minuta janë bërë aty, se nuk dua që ta zgjas shumë vlogun. Kështu, për sonte, natën e mirë, nesër është e diell, shohim se çfarë do bëjmë. Këtu do jemi. Hej goca, përshëndetje. Në një ditë tjetër, më falni sepse nuk kam xhiruar fare që dje, që mbrëm, edhe sot kam qenë gjithë ditën duke u marrë me punët e shtëpisë, me thënë drejtën, edhe tani mbas dite do dalim, por dua që t'ju përditësoj pra pak. Na falni për këtë edhe për këtë këtu, po këtu është jorgani, më saktë, ose kjo jorgani hall që mbulohemi. Ja kam hequr atë mbulesën dhe e kam lënë kështu që ta ajroset, se kam pas dritaren hapur, po e mbylla. Ndërsa kjo është ajo e Zoit që i vendoset sipër fëmijës, por ka rënë se është prishur, duhet ta rregullosh edhe një herë. Këtu kam disa rrobe. Nëse t'ju tregoj pak se çka ka ndodhur me Zoin, se Zoi tani ju e morët vesh, ja hoqa gjoksin, edhe si nuk e di u thash mbrëm apo jo, mbasi vendosa Zoin në gjumë, e shtrydha pak, edhe do thoni ju sa nxorre Romilda, mund të kenë nxjerrë 100 ml, po ose jo. Kështu që ishte e kot që unë të vazhdoja ta mbaja, edhe vetëm këta kam shtrydhur, këta se kam shtrydh fare, që dje ky s'ka lujt fare. Tani edhe sot, tani mbas dite, e shtrydha pak, prap, po ashtu njësoj, nuk është se kam nxjerrë kush e di se qa, edhe pse e ndjej pak si të rënd, apo e ndjej pak, është normale. Do thoni ju si që ditë nata me Zoin, shumë mirë, ku e bëj turqit, se mos marrë mësysh, edhe pse mos besoj të syri, ka kaluar shumë mirë nata e mbrëmshme. Zoi nuk është zgjuar fare, po fare ama, nuk e prisja kështu, mendoja se ajo do zgjoheshe, edhe prandaj në mbrëm u shtriva pak shpejt, por jo, ajo nuk u zgjoha fare, ndoshta edhe për faktin se dje nuk fjeti në drek, thjesht kur fjeti atë para ditën 11:01, edhe deri në orën 8 ka qenë 7 orë zgjuar. Por prapë kisha atë frikën se do të çohej, frikë, do me thënë atë gjën. Por jo, nuk u zgjua, është zgjuar në orën 6, në orarin e saj, dhe super. Edhe unë kam fjetur mbrëm për herë të parë 7 orë, do me thënë nga ora 11 deri në orën 6. Ura! Edhe kështu, edhe sot dita ka qenë, do me thënë, ja marrë me punët e shtëpisë, Zoi nuk është se është kujtu për gjoksin, ajo edhe më përpara, nuk është se kujtohej. Zoi kishte ca muaj që thjeshtu në vendosja për gjumë, që kur filloi të hante ushqimin. Nëse ja marrë me punët e shtëpisë, sot edhe tani mbas dite, të dalim për darkë, do me thënë ne të tre, edhe shoqja ime me burrin e saj, po mendoja të shkojmë te Kinezi, se na ka marrë malli. Do të shkojmë atje, sepse na pëlqen, edhe Zoi i pëlqen shumë ushqimet e tyre, do me thënë ato gjërat që unë jap, dhe më thoni që nuk lejohet, sepse kam pyetur edhe s'ka si gjë të keqe, mund t'i haj. Tani është ora 4:30, unë tani dua të bëhem gati, do me thënë thjesht kam drejtuar flokët, edhe tjetër që doja t'ju thoja unë, këto ishin paka shumë sot, nuk filmova ato, sepse doja t'i bëja punët, t'i mbaroja, se nga që do dalim tani mas dita, mos më linte gjë. Edhe pse vetëm ka lënë pluhurat për të marrë nga dhomandej, se këte i kam marrë gjitha, dyert i kam larë të gjitha, i kam bashtu çdo gjë, edhe banja që ka ngel, se mund t'lahet edhe i liri, edhe ose do ta laj darkë, ose do merrem nesër në mëngjes, nuk është se ka ndonjë gjë. Këto janë goca, tani unë me qenë se i kam këtu 1-2 robe që më kanë ardhur nga TikToku, se nuk ju kam treguar, por kam marrë shumë, edhe nuk dua që të bëhem e bezdisshme ndonjëherë duke ju treguar. I shikonin TikTok edhe nuk është nevoja t'i tregoj edhe këtu. Nëse ju doni, unë mund t'ua tregoj edhe këtu, por që nuk du të bëhem e bezdisshme. T'i tregoj këtu fustanet që më kanë ardhur, edhe ky kostumi është nga TikToku, edhe më pëlqen shumë, goca me thënë drejtën, ky materiali. Më pëlqen shumë. Vërtet ka të gjëra që ja vlen. E kam sqaruar një herë këtë mohabetin, nuk do ta sqaroj më. Tani, shikojeni, kam marrë 2 fustane,
që janë njësoj, vetëm ngjyra ndryshon, i kam marrë për në verë. I keni parasysh të fustanet që kanë dalë tani shumë kështu, por edhe këto gjithmonë janë, se janë të bukura dhe janë të thjeshta, të kombinueshme, shikoni, me këtë duket si korse këtu përpara, edhe mbrapa po ashtu që mbyllet, është i gjatë, edhe nuk është i tejdukshëm, ka astar poshtë, mund ta mbash edhe pas sytjena sepse i provova dhe nuk duken se është me 2 copa këtu prandaj. Kjo kafi, unë kam edhe një të bardhë, kështu që e kam marrë te TikToku i vjetër, po duhet ta shoh sepse këto i kam marrë masale, për faktin se nuk isha shumë e sigurt se si do më rrinte, kuptoni? Atë tjetrin e kisha masa me, por do ta provoj nëse mban masa me, ta kem parasysh për herën tjetër, se si dihet mund më japin prapë edhe ti marr ngjyrat, se më pëlqen shumë këto fustanet, janë shumë të rehatshme, je rahat fare. Ja t'ua tregoj edhe këtë blun që mora po si ky. Ja ku është edhe ky bluja. Këta e vesha që e provova në TikTok. Kush më ndjek edhe atje e ka parë. Ja kështu. Është me hapje këtu anash. Edhe ky është super i bukur goca. Shumë i bukur. Edhe më pëlqen materiali, me thënë drejtën. Tani kam dhe një fustan tjetër që sapo i bëra video, e postova, edhe ky është shumë i bukur. Ky është për këtë kohën tani, me thënë drejtën, se është me krah të gjata. Shikojni, është me këto mbyllje kështu pulla përpara, është me krah të gjata, shikojeni sa bukur, por unë nuk po e vesh sonte se do ikja atje te kinezi, e mendova një herë ta veshja, edhe tani është periudha që Zoi do të lëvizi shumë, edhe jo do haj atje, edhe ky është pak i shkurtër, do me thënë deri këtu si për gjurit, edhe do haj, jo do merrem, do me thënë që ta mbaj, jo ndoshta ajo më të lëvizi, e nuk e dihet, kështu që sa t'jem rahat, nuk po e vesh, do ju tregoj se ç'a mund të vesh. Dhe të bëhem gati, do t'u tregoj dhe juve. Tani, unë kam këtë këmishën që e kam marrë punë në TikTok, edhe po mendoja ta vishja sot. Është me të bardha me zeza, keni parasysh me këtë lidhjen me këtë kështu këtej edhe një këtej. Kur ta vesh do t'ua tregoj. Këtë edhe po mendoja që ta kombinoja me këtë fundin që ky është i gjatë, edhe sido që tjetë, edhe nëse unë lëviz atje, nuk është se nuk do jem komode, është i gjatë, edhe ose me këto pantallonat e zeza. Një nga këto të dyja, do shikoj se me ka ta kombinoj. Mund të kombinoj dhe me pantallonat të bardha, por kam frikë se do bëhem pis me ndonjë njollë që nuk duhet ta bëj, kështu që më mirë të zezat nuk duket. Gjithsesi, këtë fundin dua ta vesh, me thënë drejtën, këtë satenin, të cilin po ashtu e kam marrë në TikTok, është nga një faqe Utopia, që i ka materialet shumë të mira goca, më besoni, edhe këta më sjellin gjithmonë, nuk kanë sjell shumë gjëra që nuk i keni parë jo si kam nxjerrë to, dhe vërtet i ka materialet shumë të mira. Më duket se këta janë spanjoll. Gjithsesi, uroj që ta vesh këta me makinë jam, edhe nuk është aq ftohtë. Do shikoj që do vesh ndonjë gjë edhe nga këmbët, edhe kështu. Tani, të vishem unë, edhe do shifemi pastaj se ora është 5:20. Unë paktën të bëhem gati e para kur i thon, pastaj të filloj të bëj Zoin, jo në gjë andej këtej, e dini juve, mos ta lë vetëm për në fund, se mbase edhe nuk rregullohesh dot në fund. Tani po e mbyll pa kamerën, edhe do shifemi pastaj, goca. Do ju marr me vete. Shpresoj që të kem bateri, kam, ose do ta vë edhe pak në karikim, por do ju marr me vete. Goca, nuk e kam parë ndonjëherë vetëm veshur kështu, me këtë stilin, me këto fundet e gjata. Oj, aty nuk duket shumë, prit. Shikojeni pak. Prisni. Se s'ti ku ta le edhe këtë dreq, që të më shifni mirë. Inshallah s'mbije. Duke mirë atë? Jo. Ha, moj. Kështu. Do ndryshoj qik stil, se ngelen të më thanë aty në TikTok e kështu që jo po ngele, ku e di unë bëhu qik kërua, a diqka t'il. Se
Sepse kjo këmishën e ka futur brenda, se u thash që është me ato kapjet kështu. Por po mendoj ta mbaj. Këtë veshje mendoj të mbaj. Këtë veshje po mendoj të mbaj. Buzët i kam lyer me një buzëkuq goca, nga këto të Maybelline apo NYX si çash që ta fshi pastaj përpara se dalim edhe që të rrin buzët. Është si tip tatuazhi që të qëndrojnë, se atje do ham. Por nuk e di, ndiem shumë kështu, ta gjej edhe një çantë edhe ta kompletoj. Se di si duket aty. Okej. Pastaj do më shikoni më mirë. Goca, ky është luku përfundimtar. Nuk e di si ju duket juve, mua më duket pak çuditshëm vetja, se si jam mësuar që të vishëm kështu. Por që edhe më pëlqen, do vë edhe një çantë të bardhë, që se kam këtu për momentin. Mos i vini re pasqyrës, se Zoi, jam punë të Zoi to. Do i laj në dark. Ha? Nice, duhet ndonjëherë kështu. Tani ne do dalim. Ai ke lënë emrin tjetër.